Si që shini, pamja pas e tregon qartë situatën, zjarret vazhdojnë, megjithëse koha ka qenë me shiu nuk ka ndikuar pothuajse fare. Jemi para një katastrofe mjedisore me pasoja katastrofike dhe për shëndetin e njerëzve dhe për mjedisin. Dhe e gjitha kjo nuk është rasti, nuk është prej temperaturave të larta, nuk është rastësi zjarrvënie e ndodhur pa dieni, është pasojë e korrupsionit, e keq menaxhimit të bashkisë së Vaudejes. E them këtë sepse ka një strukturë e cila ka të gjithë përgjegjësinë për menaxhimin e kësaj, që nis me administratorin, që nis me këshillin mbikëqyrës, që nis edhe vazhdon edhe me pjesën e SHA-s që e ka për detyrë dhe që ka në krye kryetarin e bashkisë Vau të Dejes. Në të vërtetë është një bombë ekologjike për zonën, por sikurse është bombë ekologjike, është një minier ari për fitimet e atyre që e kanë keq menaxhuar dhe keq menaxhojnë për qëllime përfitimi. Banorët e Shkodrës, qarkut Shkodër edhe qarkut Lesh, sbashku paguajnë tarif pastrimi 2 herë më të lartë. Janë rritur kostot 2 herë, parat merren 2 fish.